Teknologjia kohës së sotme definitivisht dominohet nga inteligjenca artificiale dhe shkenca e dhanave. Mirë po edhe drejtimet e tjera si siguria kibernetike, zhvillimet e aplikacioneve web dhe cloud janë gjithashtu shumë dinamike dhe kërkohen nga trendi dhe nga tregu i industrisë. Ky është ndoshta drejtimi që sjell masë të tepër me mundësi në kohët e sotme, është drejtim që ndihmon automatizimin në gjitha fushat, në gjitha industritë e tjera, kështu që mundem të thonë që drejtimet e teknologjisë janë drejtimet më të kërkuara në tregun e punës sot. Kolegji AOB ofron një varietet drejtimesh të shkencave kompjuterike përmes cilave mbulohen gjitha fushat kryesore të zhvillimit të teknologjisë së trendit. Duke filluar nga inxhinieria softverike, programimi dhe inteligjenca artificiale, siguria kibernetike, programimi multimedia dhe i lojrave kompjuterike, programimi profesional, si dhe kemi një drejtim të nivelit master për shkencat kompjuterike. Pjesa praktike është pjesë dominuese në të gjitha drejtimet e shkencave kompjuterike. Materializohet çdo gjë që mësohet nëpër ligjërata, demonstrohet në laboratoret tona që i kemi. I kemi gjithsej 6 laboratore dhe jemi në zgjerim sipër të laboratoret të tjera, të cilat do të akomodojnë numrin e rritjes të studentëve përmes shërbimeve outsourcing, ku të rinjt tanë punësojnë për firma nga Evropa Perëndimore, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadaja. Domethënë, lehtësia e kyçjes për talentet që dalin nga kolegji ynë, thjesht është një atraksion për trit, është një mundësi e madhe për trit, që ata të punojnë nga distanca me kompani shumë prestigjioze, edhe ku kanë rastin të zhvillohen edhe matutje dhe të japin kontributin e vet kuadrit të industrisë. Mund të them lirisht se ka qenë një prej vendimeve më të mira të mia jetësore, pasi që tash unë vetë se po e drejtoj, pra jam pjesë e profesionit cilin tash më vetë e përfaqësoj dhe faktikisht të arrita dhe falë stafit dhe punës së mrekullueshme që vetëm kolegji AOB ditë prezantoj dhe ditë servoj para studentëve. Padyshim që prej pikpamjes së parë, pra kolegji ofron mjaft kushte shumë të mira teknike, prej hyrjes mund ta vreni edhe ju vetë që ka mjaft shumë salla, ka mjaft shumë pajisje për secilin drejtim, pra për secilin student që jam mësyer në një drejtimi të caktuar, ka gjitha pajisjet. Kjo është njëra prej elementeve themeltare që i duhen një studenti. Dhe pastaj kur ato pajisje, pra që janë pjesë e praktikës së përditshme, bëhen bashkë me teorinë e cila merret po ashtu në sallat, të cilat janë faktikisht edhe më cilësore dhe me profesorët më cilësore në vendin tonë, patjetër që gëshëtimi i tyre nuk të lë pra pa sukseset e veta. Prej momentit të themelimit të televizionit ATV, e ka pas një vend të veçantë televizioni edhe për studentët e komunikimit masiv. Ata, përveç njohurive teorike, pra që i marrin në sallat e ligjëratave, kanë mundësinë që atë ta kthejnë në praktik vetëm disa kate më lart, me kalimin e kohës dhe me marrjen e njohurive dhe gëshëtimin e praktikës dhe teorisë, ata edhe mund të punësohen dhe faktikisht edhe kjo më ka sjellë edhe mua që të jem pjesë e ATV-s tash e 3 vite. Tashmë dhe afati për regjistrim është hapur për gjithë ata cilët ende nuk kanë vendosur se ku të studiojnë, adresa më e mirë është kolegji AOB.